Unë isha një fosh duke pirë gjirin e nënës, gati asnjë muaj s'kisha mbushur, babi si idiot aty duke luftuar, duke tërhequr zvarr shtatoren. Po ç'a bëni kështu mo? Po si na rrëzua diktaturën kështu? Po do ishim rahat sot. Nuk do ishte rrëzuar diktatura, madje me këtë mendësi nuk do ishte rrëzuar, nuk do kishim dal kundër as Prandërisë Osmane, nuk do kishim Shqipëri fare, më do ishim rahat. Shkut na hapët punë dhe na hapët shumë punë, se ajo shtatorja që keni tërhequr zvarr me 20 shkurt 1991, ju nuk e dinit, po atë zhurmë shtatore që vazhdon të dëgjohet dhe sot e kësaj dite, derisa diktatori të tërhiqet zvarr i gjallë dhe jo në bronz, e dëgjonte një fosh që po thithte gjirin e nënës teksa babai i saj ishte në shesh. Ajo fosh sot është 35 vjeç. Ajo fosh është demokracia.